Falë rreshjeve të para të borës së sezonit, boga dhe qafa e thorës janë kthyer në atraksionet kryesore dimrore për turistët e huaj dhe vendas, sipas Travel and Tour World. Në zemër të parkut kombëtar të Alpeve shqiptare, boga dhe qafa e thorës ofrojnë disa pamje marramëndëse dhe mundësi të shumta aktivitetesh. Bora e bën parkun edhe më tërheqës për adhuruesit e zonave malore dhe turizmin dimror. Udhëtimi piktores për 16 kilometrash që lidh thethin me qafën e thorës, Bogën dhe Shkodrën është më i bukur se kurrë, pasi gjithë rruga është mbuluar me borë. Rruga që shkon në Theth ofron mrekulli natyrore të Shqipërisë. Promovimi i bukurisë së peizazheve dimrore të rajonit në Alpet shqiptare ka ndihmuar në rritjen e shpejtë të turizmit në zonë. Boga është nga fshatra alpin të Shqipërisë, një qendër në zhvillim për turizmin malor, ndërsa me shumë turistë që po e vizitojnë e bëjnë këtë zonë edhe më atraktive. Ajo ofron shtigje dhe peizazhe të reja e të pazbuluara dhe një atmosferë të qetë, duke e bërë atë një ëndër për aventurierët. Me pamje mahnitse, ecjet malore, shëtitjet shndërron një aktivitet të njohur dimror dhe Boga fillon të mbushet me turistë që kërkojnë ecje dimrore, ski, si një pikë dalje kryesore për aktivitetet e turizmit alpin. Ajo është fillimi i disa ecjeve në Alpe. Ju mund të bëni një ecje në fshatin piktores të Thethit, i njohur për shtëpitë tradicionale alpine prej Guri, për shijuar pamjet panoramike mahnitse të vargmaleve dominuese, luginave të gjalla dhe pyjeve të harlisura. Mund të bëni ecje deri në qafën e thorës. Me gjithë bukuritë e natyrës së paprekur, Alpet janë një vend kryesor për turistët që adhurojnë natyrën. Ato janë të njohura gjithashtu për vlerat e tyre nëntoksore dhe shpellat të cilat kanë një interes të madh për eksploruesit, mbetjet historike dhe arkeologjike të rajonit, të cilat përfshin gjurmë të vendbanimeve ilire të shekujve 2 dhe 3 para Krishtit, ofrojnë një histori të pasur në turizmin e shpellave në rajon. Vendet e lashta janë një mbulesë përkryer për pushuesit që duan të kombinojnë turizmin historik me bukuritë e natyrës. Alpet shqiptare, me trashëgiminë dhe historinë e tyre të pasur kulturore, po fitojnë njohje si një destinacion i kërkuar dimror. Vizitorët që kërkojnë të eksplorojnë natyrën dhe përjetojnë bukuritë paprekur të një prej rajoneve malore më madhështore të Europës, me siguri do të bien në dashuri me Alpet shqiptare, e përfundon përshkrimin e saj e njohura Travel and Tour World.